pisalo je da joj dajem telefon samo zbog Kur'ana. Znači, pisalo je da sam toliko stroga, da je samo u islamu teram, da ne smije ništa drugo da čita. Informacioni që po plasoj sot ka përmasat e skandalit për një vendim që ka marrë enti për punë sociale në Shkup për këtë familje nga Vizbegu, vajza e së cilës është larguar nga shtëpia më datën 28 janar 2025 dhe deri më sot nuk ka asnjë lloj vendimi zyrtar, asnjë lloj dokumentacioni e ama. Tani 6 muaj ajo kërkon rishtazi tek enti për punë sociale të ketë një dokument zyrtar se ku është dërguar vajza. Enti për punë sociale në këtë rast ka shkelur ligjin me 2 këmbë sepse në asnjë normë ligjore nuk guxon që vajza e cila e ka braktisur familjen është marrë nga enti për punë sociale, është dërguar në një familje kujdestare të qëndroj pa vendim gjyqësor më tepër se 15 deri në 30 ditë. Si për shembull, enti për punë sociale mund që ta merë fëmijën nga një familje, por në brenda afatit 15 deri 30 ditë duhet më njëherë në këtë afat të shkurtër të inicohet proces gjyqësor në cili me vendim do t'i merret prindërimi i familjes nga e cila ka lindur vajza e do të dërgohet në kujdestari një familje tjetër. Për pos këtyre afateve, gjithçka tjetër është e kundërligjshme dhe do duhet të ketë sanksione për të gjitha ata të cilët kanë vepruar pa dokumentacion e kanë bërë këtë lëshim të madh në ligj. E ama drejtësisht pyet pa asnjë lloj vendimi të shkruar, ajo ka dyshimet e saj nga më makabret se ku mund të ndodhet dhe si mund të keq përdoret vajza e saj. Sipas ligjit, mund që një fëmijë i cili nuk dëshiron të kthehet tek familja dhe është i mitur, të dërgohet në një familje kujdestare, po në asnjë moment nuk guxon që të mbahet më tepër se 15 deri në 30 ditë. Në çdo rast, ligji kërkon qartësi dhe transparencë ndaj prindit. Nëna nuk është njoftuar me asnjë dokument konkret, vendim apo akt administrativ. Më datën 28 janar 2025, e mitura 16 vjeçare nga Vizbegu është larguar nga shtëpia pasi ka pasur një përleshje me të ëmën dhe është arsyetuar tek enti për punë sociale se ëma e shtyn vetëm drejt islamit që të mësojë, nuk e le të argëtohet në rrjetet sociale dhe është e dhunshme ndaj saj. Enti për punë sociale deri në këtë moment ka pasur të drejtë që të marrë vajzën dhe ta dërgojë në një familje kujdestare, por ajo duhet që të kishte respektuar afatet. Çdo rast tjetër e ama, tani më 6 muaj, çdo javë kërkon nga enti për punë sociale një dokument, një letër, një diçka që është zyrtare për të kuptuar se ku ndodhet vajza e saj. Ndiqni një intervistën e së amës dhe ftoj të gjithë mëdhjumet, kolegët e mi gazetar, institucionet për të drejtat e fëmijëve që të merren seriozisht me këtë rast, pasi të gjithë ne kemi dërguar e-maile zyrtare dhe të shohin të dije i gjithë publiku se këto punonjës social duhet të sanksionohen kur bëjnë veprimet e jashtëligjshme. Shohin të gjithë se këta punonjës që punojnë me taksat tona shkelin ligji dhe padrejtësisht e marrin fëmijën nga e ëma, e dërgojnë në familje kujdestare pas një lloj vendimi gjyqësor tani më 6 muaj. Ti ja nemaš video na tvoja ćerka iz od toj den? Ne, ja kad sam rekla dajte mi dete da mi sve ovo što piše, nek mi od daleko, nek mi rekne ja sam to, ja ne volim, ja ne volim da se vratim kući i ja sam odabrala svoj put. Oni kažu ona se boji, se plaši. Aha, se plaši. Da, oni mi rekli ćerka ti ovu noć će da prenoći na drugom mjestu u neko semejstvo tamo. Vije nekoj dokument? Nema. Kako, nemate nikakav dokument? Ništa nisu mi dali. Znači vije 6 meseci, nemate jedan list što pišu дека ovde je vaša ćerka? Nikakav. Niti su se javili da kažu ja sam ih tražila. Oni kažu zauzeti smo. Kako može? Niti jedan dokument nemate? Ništa nema. Niti zvuk, niti poruka. Ne od socijalno, niti jedan dokument nemate? Nema. Pa kako može da nemate nešto pišano? Dokument? Nema. Ne vi davat ništa? Rekli su samo da procedura traje do najduže mjesec dana i tad će da se zna ili će da ti se oduzme ili će da ti se vrati. Procedurata već je 6 meseci. Pa to je. I od tad mi smo ih tražili, kaže zafateni. I ja sam digla ruke, nemam šta da radim više.
Evo čekam, još čekam. 6 Niti se mjeseci. javljaju, niti kažu dete ti je dobro, niti znam je li živa, niti znam gdje je, Niti znate kada je, ništa, kada ništa, sjedi. ništa. Ni da li je u državu, niti da li je u Skopje, niti da li je u Tetovo, ja ne znam ništa. Samo su mi rekli ona je uz Grižovačko semejstvo i ona je dobra. Ja ne znam ni da li postoji, šta je, jel je prodata, jel je preterana, jel je u neki... Ne znate ništa. Ništa. Që nga ky moment, ky rast do t'jetë mediatik, e ama të gjitha pyetjet të cilat nuk ka mundur që t'i merr përgjigjet e tyre në format zyrtare, nëpërmjet të mediumeve, do të mundet tani që edhe ne të kërkojmë përgjigje nga endi për punë sociale për këtë nënë të shqetësuar për fatin e vajzës së saj dhe për të pasur të drejtën thelbësore që të ketë informacion mbi bien e saj, qoftë edhe në qoftë se shteti do ta merr përgjithmonë. A ne uzimate one grehote što su po semafore od beba, što su i na dan i u snijeg i u sunce i u svako doba, rekao. Ona je rekla, mi ih uzmemo, oni sami pobegnu. Pyetjen e ka ema shumë me vend. Pra pse vajzën e saj, cilën vetëm një gjë që i ka bërë është e ka detyruar në thojza për themi më shumë që të jetë e fokusuar në fe dhe nuk i marrin fëmijët e etnitetit rom, të cilët janë në rrugë dhe rinë gjatë gjithë kohës në diell. Pra është ky shtet diskriminues për ata fëmijë të cilët gjatë gjithë ditës lypin në rrugë, janë lypsar, qëndrojnë në diell edhe foshnjë të vogla dhe e marrin fëmijën tënd. Kemi të drejtë pyetjen.